Dëgjojeni me vëmendje këtë moment. Tani tash. Miri, të mëshme. Po Gerti? Do flesh? Tanin Selin. Do flesh? Jo, s'lejohet në rregull. Okej. Lutem nëse do flesh me lemra, mirë? Jo, s'do. Se dua të të qetë nëse do Kam dëshirë një ditë, në fakt edhe tani mund lexosh një prallë që të flej. Po, okej, ja do ta lexojmë tani. Je gati? Po. Opa. Na ishte një herë se ç'a ishte. Në një vend Pra, po ta shikoni me vëmendje, Selinës i fiton e pa ndërgjegjshmja, i thret Rogertit o miri. Jo vetëm kaq, i thret o miri dhe pastaj shikon nga kamerat si shpreson inshallah se nga kap kamerat, e kupton se mos keq kuptohet. Shiko, Selin, nuk ka asgjë të keq që ti thrasësh Rogertit o miri, sepse keni bërë 60 ditë lojë bashkë, edhe jeni në një shtëpi, pa diskutim ke të shkuar me këtë person në kuptimin e lojës dhe nuk është një gjë kështu për të çuditur. Por ajo që mu më habit është se sa po tenton Selin të afrohet me Rogertin apo me grupin e Rogertit dhe Mirit. Dhe këto janë shenja që mua më lindin dyshimin apo si thosh më lindin hamendësimin që një ditë Miri dhe Selin do rikthehen përsëri bashkë në lojë. Dhe ajo ditë nuk do jetë as më afër dhe as më largët se sa dita kur të largohet Gimbo nga loja, sepse normalisht në shtëpi ti ke nevojë që të kesh një person me cilin të rish edhe të mos bësh lojë. Dhe Selin ka Gimbon. Pra, zihesh me dy veta, po ke nevojë të shkosh diku të rish me dikë për qetësi, Selin ka Gimbon. Dhe atë ditë që Gimbo do ikë, do ketë ikur dhe Greta besoj, dhe Selin nuk do ketë më me këtë ri, dhe qofsha unë gabim, por do vi dita që Selin dhe Miri do ribashkohen në lojë përsëri. Qofsha gabim, po, se që kam një parandjenjë.